vjetor të 20 Paraforsisht 20 metra larg prej këtij vendi ku ndodhemi tani bashk, ka qenë zyra e pare vetëvendosjes, pra në këtë katin sipër këtu, dhe në atë lokal të cilin e patëm marrë me qira nga një pronar prej Gjilanit e moj men që ka qenë, i kemi planifikuar, përgatitur aksionet të sëtë më pastaj i zhvillonim në qytet. Fillimisht në Prishtinë, e mandej edhe anën banë Kosovës. Saktësisht para 20 vjetëve, paraforsisht në këtë orë, aksioni ka qenë i përfunduar, e kemi shkruar jo negociata vetëvendosje te muri i UNMIK-ut ku është Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Dhe në mënyrë që ta shkruaj me sukses, jo negociata vetëvendosje e kemi shkruar me sprej me 24 aktivist, sepse aq shenja janë. Dhe se cili aktivist e ka ditur se në cilin vend do ta shkruaj shkronjën e vet, e ata që shikonin në anën tjetër të rrugës Agim Ramadani e shihnin tablën e plot me parullën jo negociata vetëvendosje në murin e UNMIK-ut. Një shkronjë shkruhej për 10 sekonda, po ta shkruan të një person, atëhere do t'i duheshin 4 minuta, rrjedhëmisht nuk do ta shkruan të sepse do të ndërhyjnë të policia, ju e dini që stacioni policor qendror aty është shumë afër, dhe e vetmja mënyrë që të shkruhet mirë suksesshme parulla ka qenë që ka një shkronjë për aktivist. 24 aktivista e kanë shkruar për 10 sekonda parullën, më pastaj ka pasur arrestime, por të asnjërit prej neve në flagrancë. Sukseset që i kemi sot, të arriturat që i gëzojmë bashk, sidomos Republika, shteti demokratik, ekonomia e zhvilluar, kanë qenë të paimagjinueshme aso kohë. Kemi pasur qindra aktivistë arrestuar, 10 të cilët janë arrestuar shumë fish, e mbi të gjitha natyrisht i kemi Astritin e Arbnorin, e para tyre edhe Mombalajn e Arben Gjiladinin, të cilët u vranë me datën 10 shkurt të vitit 2007, atëherë kur ne kërkonim vetëvendosje për Kosovën, pa koncesione ndaj Serbisë, të cilën e konsideronim armike dhe jo partnere për statusin e Kosovës. Është interesant që vetëvendosjen e kemi filluar me ëndër, jo me realitet. Realiteti ka qenë i padëshirueshëm. E ëndra është ajo e cila na ka vënë lëvizje. Mirë po një ëndër pa ëndrim. Një ëndër të cilën ti nuk e ushqen e kultivon në kokën tënde. Po e bën solidaritet, e bën simpati, empati, e vën në vepër. Dhe kjo ëndër pa ëndrim është ajo e cila e ka ndërtuar organizatën e lëvizjes vendosje. Prandaj në këtë vazhdim të këtyre 20 vjetëve, realiteti ka ndryshuar për shkak të insistimit të kësaj ëndre. Besoj që në vetëvendosje ëndrën e kemi konsideruar detyrë, demokracia nga kjo pikpamje jonë nuk ka qenë vetëm princip, nuk ka qenë vetëm vlerë, por njëkohësisht edhe hapësirë. E kur demokracia mungon, kur demokracia është hapësirë që mungon, atëhere lëvizja bëhet aksion që e krijon atë hapësirë. Pra aksion politik i cili e krijon hapësirën demokratike. Dhe prandaj ndërhyrja jonë subjektive në sferën publike është një ndër kontributet më të çmuara për demokracinë që është bërë në Kosovën e pas luftës. Dhe gjatë veprimtarisë jemi përpjekur që ta bëjmë punën interesante. Jo vetëm ndajen interesante, se ndaja sipas përkufizimit do duhet ishte interesante. Por e kemi bërë edhe punën interesante. Për ta bërë punën interesante është dashur shumë imagjinat që shndrohet në kreativitet. Sepse kur je në anën e rezistencës, duhet të jesh i befasishëm për regjimin. Rezistenca duhet të jetë kreative, imagjinative.
ndërkohë që pushteti është ekzekutiv. Nuk mendon shumë, sepse përmbaron shumë. E kjo qasje që të bëhet puna interesante, padyshim se ja ka shtuar një dimension estetik angazhimit politik, jo vetëm etik. Ndërmjet aksioneve kemi mbajtur mbledhje. Ndërmjet mbledhjeve kemi organizuar tubime. Dhe ndërmjet tubimeve kemi mbajtur diskutime. Diskutime mbi ato që lexonim dhe i ndanim me njëri tjetrin, por gjithashtu edhe diskutime për ato që do të bënim. Asnjëherë nuk kemi shtruar problem pa e menduar edhe zgjidhjen. Dhe asnjëherë nuk e kemi menduar zgjidhjen pa e konsideruar që do ta bëjmë veprim. Tash, kjo ndoshta vjen edhe prej një lloj bindje që në jetë është i rëndësishëm edhe kërkimi i lumturisë, por gjithashtu edhe kërkimi i kuptimit. As lumturi pa kuptim, as kuptim pa lumturi. Në këtë aspekt kemi qenë fort transatlantik. Në Kushtetutën amerikane është pursuit of happiness, ndërka që filozofia kontinentale evropiane është in search of meaning. Pra në kërkim të lumturisë dhe në kërkim të kuptimit. Këto të dyja kanë qenë bashkë në përsjatjet dhe në përpjekjet tona. Ajo çfarë ka ndodhur në këto 20 vjet, posteriori do mund të ndahej në 4 faza për shtypjen time. Faza e parë është 2005-2010. Kemi qenë opozit ndaj sistemit politik. Pastaj vije faza tjetër për afërsisht 5 vjeçare, nga 2010 në 2014, që është fazë në të cilën ne përveç se opozit sistemit politik, bëhemi edhe opozit brenda parlamentare, pra nga brenda sistemit politik, dhe nga dhënjejmë për herë të parë në një palë zgjedhje që ishin ato lokale në kryeqytet. Faza e tretë është përafërsisht 2015-2020, kur ne krijojmë koalicion opozitar me vlanin që shpërbëhet, por faza e tretë është edhe kulmi i aksioneve tona edhe i dënsisë veprimtarisë në përgjithësi. Nga 2015 deri në 2020. Dhe nga 2020 deri më tani, është faza e katërt, është faza e vetëvendosjes si qeverisje. Si qeverisje e mirë dhe demokratike. Tash, në këto 4 faza, kam përshtypjen që janë 4 kategori shoqërore, të cilat mas shumë të jenë aktivizuar dhe mobilizuar dhe na kanë sjellur bashkë këtu ku jemi, e ne bashkë me qytetarët edhe Kosovën aty ku ndodhet sot. Është rinia, gratë, punëtorët edhe diaspora, apo mërgatë. Pra rinia dhe gratë, punëtorët dhe mërgatë. Këto janë 4 kategori shoqërore, të cilët na kanë bërë fitimtar edhe neve edhe veten dhe padyshim që janë shumica dërmuese e popullsisë. Nëpërmjet këtyre kategorive shoqërore, ne jemi bërë lëvizje gjerë dhe natyrisht jemi rritur nga një palë zgjedhje tek tjetra. Rrugtimi ynë nuk ka qenë linear monoton rritës. Një grafikon funksioni matematik do të ishte y barës me f për x-it barës me x. Është linear. Pra një lloj drejt ze me këndin 45 shkallë, si nga ordinata ashtu nga abscisa. Më shumë ka qenë e llojit të një funksioni x herës sinus x. Me rënjet e ngritjet e veta, por gjithsesi po bëre zoom out është ngritje. Po bëre zoom in ka dhe rënje. Por ajo çka lë gjurmë për shoqërinë me një kuptim historik
pa dushim se është kjo zoom out. Ndërkaq në zoom in, ka nga njëherë edhe rënje të thepisura, të cilat kur i mendon sot të duket që ringjallja ka qenë e pamundur. Por duke qenë lëvizje dhe jo parti, e kemi bërë të mundur ato që ka qenë e pa imagjinueshme. Por dua të kthehem te fillimi që lëvizja jon ka pas edhe një lloj karakteri të një rrymë çfarë kanë ato në historinë e artit. Në njërin anë janë vazhdimësi e një tradite të caktuar dhe në anën tjetër lindin në si ekzistencë në konflikt, në kontrast me diçka ekzistuese, me diçka që tashmë është aty. Në njërin anë kena pasur traditën e demonstratave studentore e popullore të shqiptarëve. 1968, 1981, 1988, 89, 90, 91, 1997, 98, kemi pas traditën e demonstratave, frymëzimin e rilindjes kombëtare që shkon edhe më herët te Skënderbeu e vjen deri tek lufta shkrimtare e UÇK-s, por edhe konfliktin, kontrastin me atë që ishte ekzistuese. Por në trajtimin e asaj që ishte ekzistuese, unë besoj se ne kemi shkuar së paku një hap më thellë se kushdo tjetër. Meqense të keqen si të tillë, nuk e kemi konsideruar thjesht një gjendje, por një drejtim i gabuar dhe një strukturë e padrejtë. Pra, e keqja nuk është thjesht gjendje që jetohet, përjetohet, mbijetohet. E keqja është orientim i gabuar dhe strukturë e padrejtë. Prandaj, nga kjo piknisje e jona, ku ti frymëzohesh nga tradita e popullit tënd, natyrisht edhe me leximet e lëvizjeve antikolonialiste shkrimtare në përbot, dhe sjell vetën në ekzistencë, në konflikt me atë që është, por me një trajtim më thellë se kushdo para teje, unë besoj që kjo është ajo që nuk është studiuar sa duhet për ta kuptuar suksesin e lëvizjes sonë që padyshim se vazhdon edhe më tej. Sot jemi në një situatë në të cilën e kemi shtetin e pavarur të Kosovës, ku me qeverisjen tonë edhe Republika është fakt, edhe kemi faktet e Republikës. Republika është edhe ajo që krijon fakte. Po krijon fakte nga lartësia e sundimit të ligjit dhe nga modestia e qeverisjes si shërbim. Prandaj, kur na kanë akuzuar se po krijojmë fakte në terren, kjo është një perceptim në mos dashakeq sipërfaqësor. Sepse ne nuk kemi krijuar fakte në terren, ne kemi zbatuar ligjin duke e bërë atë legjitim dhe duke e demokratizuar vendin, sepse pikrisht kur ligji është mbi politikën, demokracia është aty. Dhe nga ky aspekt i Republikës si fakt dhe i Republikës që krijon fakte, unë besoj që shteti i Kosovës kur nuk ka qenë më i zhvilluar, më përparimtar dhe më i sigurt. U bëm 20 vjeç, që do të thotë se jemi të ri, po jo dhe tepër të ri. Kemi shumë përvojë, kemi ide të mençura, sepse idealet e larta, andaj u auroj 20 vjetorin e lëvizjes së vendosje, 26 vjetorin e çlirimit të Kosovës dhe gëzoveshim bashk secila e secili edhe për shumë e shumë vjet e dekada të tjera. Urime.